Shpresoj jeni gati. Të nderuar media, të nderuar të pranishëm, sot para jush kam kënaqësinë të uroj 24 qershorin, ditën memoriale të komunitetit egjiptian. Kjo ditë për te karakterit e saj përkujtimor dhe festiv përfaqëson një thirrje për komunitetin tonë që të vazhdojë të punojë dhe të angazhohet drejt arritjes së barazisë shoqërore, mundësive të barabarta dhe dinjitetit për çdo qytetar. Duhet të theksoj se komuniteti egjiptian ka qenë në çdo fazë të historisë sonë krah shumicës shqiptare, në rezistencën paqësorë, në luftë për liri, në procesin e pavarësisë së Kosovës dhe do të vazhdojë të jap kontributin e tij të çmuar në zhvillimin e përparimit të vendit tonë. Gjithashtu, në mbledhjen 25 të qeverisë, në kuadër e pikave të rendit të ditës, u miratua vendimi për rialokimin e mjeteve buxhetore për 4 projekte infrastrukturore në vlerë prej 1 milion euro. Projekti i parë është ai i rikustrimit të urës Sitnica në komunën e Mitrovicës së Jugut në vlerë prej 400.000 euro. Projekti i dytë është rregullimi i kanalizimit dhe asfaltimit në qytet dhe në fshatrat e komunës së Shtimes me vlerë prej 300.000 euro. Projekti i tretë është rivitalizimi i zonave publike të infrastrukturës së rekreacionit malor në komunën e Pes në vlerë prej 300.000 euro dhe projekti 4 ndërtimi i sallës së jashtme sportive në shkollën Musti Dumoshi në Dumosh në komunën e Podevjes në vlerë prej 50.000 euro. Këto janë investime të cilat Ministria e Administrimit për Shtetin Lokal në projektin për bashkëpunim ndërkomunal i ka ndo për 4 komunat e Republikës Kosovës. Sigurisht se në ditët me vijim do të ketë edhe një ndarje në vlerë prej mbi 3 milion euro për 5 komunat e tjera, të cilat janë fituesit e grantit të performancës për vitin 2025. Ju falenderoj. Ministër Shqipëronzima prej Kallxo.com, po besoj që e pret në edhe ju s'keni jam ju pyet për çështje më të rëndësishme, tash është të konstituimit të institucioneve të reja. E dëgjum kryeministrin që foli sot para fillimit të mbledhjes së qeverisë dhe foli për rëndësinë e konstituimit të 3 institucioneve, fillimisht kuvendit, pastaj të qeverisë edhe të zgjedhjes së një presidenti të ri. Po do më ditë, a keni komuniku edhe ju me lëvizjen vetëvendosje, cilat janë hopat, a preferohet një koalicion ma i gjerë edhe për çështjen e zgjedhjes së qeverisë edhe të konstituimit të kuvendit, apo do të synohet një marrëveshje me partitë të tjera jashtë koalicionit që vetë është tashti në qeveri, apo vetëm për me zgjedh një president? Falenderoj shumë për pyetjen. Këtë çka unë mund të them është që grupi multietnik që është i përbërë prej 8 ose 9 deputetëve janë të gatshëm edhe të interesuar që sa më parë bashkë me fituesin e zgjedhjeve të shkojnë dhe të formojnë institucionet e Republikës Kosovës, kështu që kjo garanton një numër të mjaftueshëm për votimin e qeverisë së re të Republikës Kosovës. Kjo është e tëra që mund të them në këtë aspekt. Zgjedhjet i mbajtëm, ato prodhuan një rezultat që është përafërsisht i njëjti me rezultatin e kaluar, kështu që qytetarët presin që sa më parë të ketë institucione, sa më parë të kemi qeverinë e re, sa më parë të kemi kuvendin funksional, po edhe të kalojmë këtë krizën e zgjedhjes së presidentit. Po besoj që qytetari ka folë dhe partitë politike tash duhet të reflektojnë edhe në raport me fjalën e qytetarit. Se nuk ka pyetje tjetër, atëherë unë falenderoj e mirupafshim.